Këto qupat që sot kanë shkarë. Djemt janë djemt, qupa duhet i bëjnë punët, na thot zonja Vasilika. E cila me sa kuptoj po rrit një princ, nuk po rrit burr në shtëpi, në qoftë se ka djalë, për të cilin më vjen keq. Edhe në qoftë se ka vajzë më vjen akoma më keq, që po e rrit zonja Vasilika. Me sa kuptoj po rrit një princ që i pret të gjitha nga gruaja. Të marrë një grua që ti shërbej, t'ja bëj të gjitha punët e shtëpi, se është djali. Edhe qupa duhet i bëjnë punët. Sa turp, e them prap, sa turp që jeni në këtë moshë, keni këtë mentalitet, nuk e keni hequr akoma këtë mentalitet, i rrisni fëmijët në këtë mënyrë, edhe dëgjoj zonja Vasilika, unë po rris djalë. Po dua që kur të rritet të bënet burrë, të mos bënet princ. Çfarë dua të them? Të di të respektojë, të di të ndihmojë, se punët e shtëpisë nuk kanë gjini, kanë përgjegjësi. Dua të ketë përgjegjësi, të rritë të kujdeset për gruan e tij, për fëmijët e tij, të ndihmojë femrin që ka në krah. Edhe që të ta mbyll zonja Vasilika, nëse djalin e rrit me mentalitetin që djali është djalë, mos prek, mos bëje, priti të gjitha nga gruaja, mos prit që të bëhet burrë, do bëhet barrë.